Mirëmbrëma të nderuar shikues nga studio e politikës Blu Televizion. Jemi në zgjedhje 2025, evonuam dhe ju kërkojmë ndjes nisjen e këtij emisioni të sotëm, sepse ishim në pritje të listave pasi tani vëmendja është zhvendosur tek selit e partive dhe janë socialistët të parët ata, të cilët nga selia e Partisë Socialiste, koordinator të qarqeve, apo si quhen ndryshe drejtuesit politik të qarqeve, po prezantojnë listat e kandidatëve për deputet. Janë 186 kandidat për deputet për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ndërkohë që ne do të shkëputemi për pak momente, në momentin që Vlora të ketë radhën për të publikuar listën e kandidatëve. Po flasim për një listë prej 186 kandidat, 140 në listat të hapura dhe 46 në listat të mbyllura. Ne do të presim koordinatorin politik të qarku të Vlorës, Vledi Çuçi, për të dhënë dhe për të prezantuar ai listën e kandidatëve të Vlorës. Deri atëherë, unë do të vazhdoj emisionin. Jam si gjithnjë në studio me Ardi Stefan, analist, ndërkohë që dy të ftuarit tanë sot janë zonja Vilma Bello, është bashkëkryetare e Partisë Socialiste Dega Vlorë, dhe Gjergj Gjinika, i cili është kreu i Demokratëve Euro-Atlantik të Vlorës. Unë ju falenderoj. Faleminderit që pranuat ftesën. Edhe urime për emisionin. Vilma Bello, është Partia Socialiste e para që po prezanton cilat janë, të themi, pritshmëritë. Ajo që lidhet me pritshmëritë, unë do të thosha që më shumti është i gjithë fokusi në zgjedhjet e 11 majit. Kjo është pritshmëria më e madhe, e cila përballë një skuadre të madhe që ka Partia Socialiste, punë e cila ka nisur, të themi, për këto zgjedhje ka nisur madje, do të thosha mbase edhe që nga zgjedhjet e shkuara, por gjithsesi, gjithë përpjekja, gjithë angazhimi dhe gjithë skuadra, gjithë angazhuarve, qoftë kjo në strukturat e partisë lokale, apo qoftë edhe të njësive të bashkisë, apo edhe të gjithë bashkisë, të bashkisë Vlorë dhe të njësive administrative, janë të gjithë duke u angazhuar edhe duke u përpjekur për të patur gjithmonë atë vëmendjen më të madhe në zgjedhjet e 21 majit, të cilat për hir të së vërtetës në vlerësimin edhe në gjykimin dhe në punën e strukturave dhe të Partisë Socialiste nuk janë zgjedhje të zakonshme, janë zgjedhje të cilat kanë mbartin edhe një peshë shumë të madhe historike. Ndërkohë që ne jemi në pritje të listës së Vlorës, le të themi që një platforma juaj e Partisë Socialiste, deputeti që duam, sa gjasa janë që të përfshihen në këtë listë, ata që kanë dalë fitues. Edhe pse, ndryshe nga primarët e Partisë Demokratike, Partia Socialiste nuk i ka bërë prezent, nuk ka bërë transparent të atyre që mund të kenë rezultuar më të mirët në këtë platformë. Ka gjasa që ata të përfshihen në lista? Platforma deputeti që duam, e cili është një mekanizëm në fakt, dhe është një mekanizëm që Partia Socialiste nuk e ka vënë në funksionim për herë të parë, sepse ka ndodhur edhe në zgjedhjet e tjera që e ka aplikuar dhe ka patur njerëz të veçantë, personalitetet të veçanta, të cilat janë përfshirë në pjesën në angazhimin konkret në Partinë Socialiste, por unë do të thosha që lista e të gjithë atyre që aspirojnë dhe janë përfshirë dhe u është krijuar kjo mundësia përmes kësaj platforme dhe këtij mekanizmi që e vlerësoi dhe e gjykoi si shumë të mirë, pikërisht për të sjellë prurje të reja që ndoshta në rrethanat e një të strukturave të zakonshme politike organizative, shpeshherë ka njerëz të cilët nuk gjejnë atë hapësirën e nevojshme dhe kanë pak më të zorshme. Ndërsa hapja një platforme të tillë patjetër që ka rritur mundësitë dhe ka rritur ato hapësirat që njerëzit fillojnë edhe ta gjejnë veten pse jo të angazhohen në politikë. Por nuk është se ka një listë që të themi atje fitohet brenda këtij aplikimi. Ndërkohë, në të gjithë ata që kanë aplikuar, mund të ketë patjetër të ketë nga ata që në gjithë angazhimin e tyre ose kanë një hapësirë më të gjerë të lidhjes me komunitetin dhe një peshë shumë të madhe të lidhjes me komunitetin, ose mund të jenë personalitetet veçanta që sjellin një vlerë të re dhe një vlerë të shtuar. Qofsh
qoftë kjo profesionale, qoftë kjo edhe me një energji të re. Se duhet thënë që nëse Partia Socialiste shpeshherë dhe në të nënta zgjedhjet që ka fituar, ashtu siç pretendohet edhe që të fitohet edhe dhe ne patjetër që besojmë edhe për këtë po punojmë, që edhe në herën e 10 të zgjedhjeve ku thash pesha e këtyre zgjedhjeve është historike, se nuk lidhet thjesht me fitoren e një force politike, apo qoftë edhe të forcave të tjera, se çdo forcë ka aspirimin e vet për të fituar. Ajo që do të thosha është si peshë historike, dhe pse jo në funksion të saj është edhe vota e atyre aplikantëve, edhe aplikimi i të rinjve në platformën deputeti që duam, apo edhe vota e diasporës e cila si vjet ka marrë një peshë dhe një vlerë shumë të rëndësishme, do të thosha që fitoria e Partisë Socialiste lidhet pikërisht me këto dinamika, duke lidhur traditën me energjinë e re, sepse nëse gjithmonë do të mbeteshim brenda një rrethi ku tradita, kontributet që patjetër që vlen dhe patjetër ka interesin e vet, jo vetëm të atyre që janë angazhuar, por edhe pse jo të kenë vazhdimsinë e Partisë Socialiste, e punës parlamentare, e gjithë punës që bëhet në struktura, por kjo e kombinuar padyshim edhe me të rinj që vinë prej platformës deputeti që duam. Unë nuk të them dot, sepse ndoshta këtë do ta shohim konkretisht kur lista të shpërfaqen gjitha nga gjithë drejtuesit politik, dhe nuk them dot se sa përqind do të jetë ky angazhim, por besoj që në filozofinë e Partisë Socialiste për cilë gjithmonë energji të re, do të ketë besoj një përfaqësim edhe më të madh, edhe të atyre që vinë nga diaspora, edhe të kontributit tyre në diaspor, por edhe prej platformës deputeti që duam. Flasim gjithmonë për listën e Vlorës. Me thënë, qoftë deputeti që duam, qoftë diaspora. Flas për listën e Vlorës. Nuk e them dot nëse kjo do jetë, sepse listat janë një vendimarrje e kryesisë, dhe pikërisht është kjo vendimarrje e cila edhe ne do ta ndjekim, ka një komunikim të gjerë në një kohë të themi relativisht jo e vogël të vlerësimit të kandidaturave, të personaliteteve, të atyre që mund të vazhdojnë apo të rinjve që do të vinë dhe do t'i bashkojnë skuadrës e Partisë Socialiste, kështu që se kush do të vinë nga platforma apo se kush do të vinë nga diaspora, besoj që kjo në shumësinë e kandidaturave do jetë pas një vendimarrje që kryesia është duke e thënë tani. Gjergjinika, po nga primaret e Partisë Demokratike në Vlorë, të zhvilluara në Vlorë, sa ka gjasa që të jenë të përfshirë në listën e Vlorës? Dgjoj, Vlora është një qytet pak specifik. Unë këtë e kam diskutuar dhe me kolegët e mi të qyteteve tjera. Në Vlorë ka një çudi që gjithë duan të bëhen deputet. Është shumë e çuditshme. Po të flasësh në Shkodër, po të flasësh në qytetet e tjera, nuk është kjo angazhim dhe kjo ndjesi kaq e madhe për të bërë deputet. Vlora ishte nga të gjithë primaret në të gjithë qarqet, Vlora ishte qarku më pak kandidat për primare. Çdo qark ishte kandidat dyfishin atyre deputetëve që ka qarku. Vlora kishte 13 kandidat për 16 vende. Duke marrë dhe drejtuesin politik ka 14. Pavarësisht se ata vendosën një limit për 161 vota, kush e ka përcen limitin, përsëri këta janë kandidatët. Ose më saktë, ajo që unë jam dakord me zonjën Bello që Partia Socialiste e rifreskon listën. Lista e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike të Vlorës, ne do ta shikojmë kur të dali, do jetë e njëjta listë në 2021. Çfarë ndodhi? Kë kishim deputet në 2021. Kishim Bujar Leskër, Ina Zhupën dhe të tjerët, përsëri kemi ata. Lista ka nevojë për freskim, lista ka nevojë për të ri, lista ka nevojë për brez të ri duke u ndërthurur me brezin me eksperiencën që janë të vjetrit. Tani unë po them që sot, duke dalë të gjitha listat, dhe nesër, sepse nuk është se do dalin të gjitha, do bëhen zyrtare sot, nesër dhe pas nesër do fillojnë do qartësohen, filloi Big Brotheri politik. Që sot, deri në 11 maj, do kemi një Big Brother ku 120 kandidat të partive të ndryshme, të cilët do jenë një flet votimi, do fillojnë në përqark, do kërkojnë vota individuale, sepse vota do jetë individuale dhe do numërohet si votë partijake, dhe do kemi një Big Brother. Do kërkojnë vota 120 kandidat, 12 Partisë Socialiste, 12 Partisë Demokratike, 12 Koalicionit Euroatlantik, 12 Mundësia, 12 Lëvizja Bashkë, 12 Lapaj. Do bëhet një kakofoni totale. Dhe po kërkojnë vota
Në shumë qytete të qarkut të Vlorës, qytetet nuk kanë aq shumë njerëz sa të kërkojnë këto vota. Do bëhet kakofoni. Kjo është pjesa e parë. Prandaj po do them, do jemi prapë në studio dhe do ta diskutojmë. Kjo është filloi Big Brotheri. Po se është një proces i rëndësishëm, është një vendimarrje, një herë në 4 vjet, është parlamenti i Shqipërisë. Patjetër, por mënyra si po bëhen zgjedhjet dhe si bëhen listat, unë do isha shumë mirë, do isha fair që të bëhej me listat hapura. Nuk ka pse vjen në listat të mbyllura dhe në listat hapura, le të bëheshin gjitha listat hapura. Kush do merrte më shumë vota, kush do ta prekte terren, po e marrin Partinë Socialiste që 4 janë të hapur, 5 janë të mbyllur, që rëndësi ka kjo pjesë sa e kanë mandate për të marrë. Po përse duhet mbyllet lista e Partisë Demokratike? Për shembull, unë po them që të paktën neve, si në listën tonë që kemi quar të koalicionit Euro-Atlantik, që neve e kemi quar listën besoj rreth orës 10 është opozituar, ne kemi quar 4 pensionistë në listat të mbyllura dhe 12 të tjerë në listat hapura. Sapo KQZ-ja të miratoj listat e qarkut Vlorës të grupimit ton, automatikisht ne do qojmë dorëheqjen e këtyre 4 personave në listat mbyllura sipas ligjit dhe do thonë të vazhdohet me radhën. Dhe ne jemi me listat hapura. 12 veta në terren, do marri gjithë secili vota personale, në qoftë se ne arrijmë që të kapim pragun 6.000, 7.000, 8.000, sa është pragu për të marrë një mandat, do hyj ai kandidat i cili ka më shumë vota se kolegët. Kjo është fair. Arti? Prandaj dhe në Partia Socialiste e vërteta është që prandaj dhe janë bërë pjesë e listave të mbyllura vetëm drejtuesit politik për të patur një barazi, po themi të garës, edhe për të orientuar të gjithë skuadrën, ndërkohë që pjesa tjetër do të jenë të rinj dhe të gjithë ata që janë qofshin këta senator, qofshin me mandate që kanë patur, do të jenë pjesë e listave të hapura. Dhe në një farë mënyrë kjo, Gjergji, e mundëson betejën përballë elektoratit dhe përballë votuesve, sepse pjesë e listës mbyllur do të jenë ata që vinë, janë rishtar, janë ndoshta me një përvojë, po themi, nuk kanë patur asnjë mandat, janë të rinj, vinë për herë të parë dhe do jetë për të parë në skenën politike se si do vijojnë në angazhimin e tyre. Jam dakord me këtë pjesë, por ka dhe një gjë tjetër që nuk është njësoj si në Partinë Socialiste 12 veta të garojnë për 8 vende. Po, prandaj dhe është më pozitive se sa në Partinë Demokratike. Te listat e mbyllura, Vilma Bello, sa të sigur që do t'jemi të listat e mbyllura që thoni se janë ata të rinj pa përvojë etj dhe është shumë mirë që të vi fryma e re, por sa të sigur të jemi që do të kenë një profil të lartë politik? Sa herë ka të rinj në politik, kemi gjithmonë skepticizmin si do jetë, si do performoj në skenën politike, çfarë angazhimi do të marrë. Por gjithsesi, e vërteta është që prurjet e reja në Partinë Socialiste, unë nuk po absolutizoj dhe të them në masën 100%, por në një masë të konsiderueshme, prurjet e reja në Partinë Socialiste kanë sjellë gjithmonë atë që elektorati dhe votuesi i rikthehet dhe i beson sepse sjellin një energji të re. Pastaj se si këta të rinj që do futen, po besoj do ta, se deri tani ata që kemi dëgjuar nga drejtuesit politik që treguan listat, këtë dua ta them jo thjesht të Vlorë, se Vlora ende nuk ka dalë, po drejtuesit e qarqeve të tjera, u duk që janë të rinj ata që janë pjesë e listave të mbyllura, përveç drejtuesve politik. Që do të thotë që filozofia e përcjell nga kryeministri dhe nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama është kjo që drejtuesit politik do të jenë atje, të rinjt do të vazhdojnë dhe do t'u jepet një shans për të parë se si do të jetë angazhimi i tyre në Partinë Socialiste më tej. Të shtoj diçka? Po, patjetër. Unë besoj që Ardi mund presi pasi është opinionist, duhet të dëgjoj neve që t'jap opinionin në momentin e dur. Tani, për sa i përket të rinjve pa përvojë, unë jam dakord që patjetër duhet involvuar. Por të rinj pa përvojë, në qoftë se në listë ju vë, në listën e hapur t'ju vë Damian Gjiknuri, Urnez Sinaj, Anila Denaj dhe një tjetër, të rinj pa përvojë nuk puthin që ta thyen. Pak a shumë lista e hapur lexohet në momentin që ti shikon emrat. Dhe ti mund gabosh me një mandat, me dikë, por pak a shumë dihet kush do futet. Të rinj pa përvojë, e di kush janë ata që e thyen hersin dhe mund të rrajë një nga ata? Orlando Rakipi, djali i Shif Rakipit, djali Tom Doshit, vetëm këta mund ta thyen listën. Kështu që ideja është që shumë mirë të rinj duhet promovohen në listat hapura. Të rinjt mund të quhen pa përvojë politike, por për mua duhet kenë një përvojë profesionale.
sepse Po flasim për mungesën e përvojës politike. Folëm për politikën, se patjetër. Duhet ketë një përvojë profesionale. Patjetër ka një profil caktuar që do të ketë sepse nuk mundet nesër backgroundin e vet profesional. Nesër në rastisë si rastësisht një nga këta të rinë pa përvojë na vete diku dhe bëhet ligjvënës. Dhe duke bërë ligjvënës na penalizon neve në gjërat tona. Siç ne po shikojmë në qytet ç'a ndodh ditë për ditë. Tani, nëse ne na ndodhim të shikojmë gabime ditë për ditë në drejtimin e qytetit. Çfarë do ndodh nëse ai do vjen në një nivel më të lartë dhe përsëri këto gjëra pak a shumë zonja Belle i ka parë edhe në mandatin që ka qenë atje deputete. Kështu që unë do isha që prandaj unë them që këtu gjithë duan deputet. Këtu gjithë kërkojnë deputet. Është legjitime. Është legjitime. Është një ambicie. Në 2021 unë kam qenë sekretari i degës Partisë Demokratike, kemi mbledhur propozimet dhe unë kam pasur mbi tavolinë 153 emra për deputet. Kam arritur, i kam filtruar dhe unë kam quar në komisionin Nishani 74 emra. Megjithatë nga viti në vit sikur janë më të uritur për të bërë deputet. Janë më të uritur për arsyën e vetme, ja po ta them unë, Pse? për arsyën e vetme sepse e shikojnë politikën, unë nuk flas për njerëz me eksperiencë, nuk flas për socialistë, nuk flas për tabanin e Partisë Socialiste, por të rinj që po vinë, që po futen politikë, hynë në politikë për përfitime. Dhe hynë në politikë për të përfituar në mënyrë sa më të shpejtë. Por harrojnë një gjë që politika është maraton, nuk është 100 metrash. Tani, marrim rastin e zonjës Bello. Në 2017 deputete, në 2021 zonës ministre, sot ka ardhur bashkëkryetare. Domethënë, e quan politikën maraton. Po, doli Bledi Cuçi, ndërkohë që ne e ndjekim live, të nderuar shikues. Ju prezantoj listën e kandidatëve të qarkut të Vlorës dhe po e filloj nga lista e hapur. Lista është konceptuar gjithë përfshirëse, duke përfshirë qoftë komunitetet ndryshme që ka në qarkun e Vlorës, qoftë përkatësisë të grupeve të ndryshme në qarkun e Vlorës, e ndarë kjo në 2 zona të mëdhaja elektorale, ku 4 pozicione janë lënë rajonit, po themi, të Sarandës, ku përfshihet Konispoli, Finiqi, Saranda dhe Delvina, dhe 8 janë lënë, apo janë përzgjedhur nga komunitetet që përfshin rajonin e Vlorës, ku futet Selenica, Vlora edhe Himara. Për rajonin e Sarandës, i pari në listë është Dr. Vasil Lajo, i cili ka mbaruar shkëlqyshëm Universitetin Mjekësor në Tiranë, me një karrierë shumë të mirë, të shkëlqyer madje si mjek, dhe sigurisht i njohur tashmë gjërësisht në biznesin që ka, me ngritjen e një rrjeti model biznesit të klinikave dhe laboratorëve Intermedica në Shqipëri dhe në Athinë. Vasil Lajo është përfaqësues i minoritetit grek dhe besoj është një nga përfaqësuesit e gjithë pranuar nga gjithë korrentet e minoritetit grek, jo vetëm në qarkun e Vlorës, por edhe në Athinë. I dyti është Ardit Bido. Ardit Bido është, siç e dini, drejtori përgjithshëm i arkivave të shtetit. Është profesor i asociuar, por i spikatur edhe besoj në të gjithë daljet publike ku ka qëndrime shumë dinjitoze përsa i takon historisë jo vetëm të zonës nga ai vjen, ai është një djalë i lindur dhe i rritur në Sarandë, ka bërë një transformim rrënjësor të arkivës së shtetit, duke digitalizuar plotësisht atë dhe modernizuar arkivën e shtetit, dhe besoj që është një vlerë e shtuar për pjesën e zonës apo e rajonit të Sarandës. I treti është Gjergji Mërkuri, është një mësues model në Sarandë, por mbi të gjitha është kryetar i spikatur i Partisë Socialiste prej kohësh
edhe atëherë kur Saranda përfshinte një territor shumë të madh si rrethet e Dikushme, dhe besoj unë është një person që gëzon respekt në gjithë komunitetin e Sarandës. Dhe e katra në rajonin e Sarandës, apo e katra në listë të qarkut të Vlorës, është Ina Majko. Ina Majko është një figurë shumë interesante, është përfaqësuese e komunitetit rom, ka mbaruar studimet shkëlqyer në Shqipëri për biologji dhe ka bërë një master në Universitetin e Budapestit. Është një vajzë që e ka gërshëtuar karrierën e saj midis shkencës, aktivizmit, dhe është nga ato vajza që mbron kauza që ajo i beson në mënyrën më elegante të mundshme, dhe besoj unë do t'jetë një risi në listën e kandidatëve të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. I pesti, dhe tani kalojmë në zonën e Vlorës, pra rajonin e Vlorës, është Vullnet Sinaj. Vullnet Sinaj e njihni, deputeti aktual i qarkut të Vlorës. Unë mendoj që ai është një nga deputetët më model që ka sot Parlamenti Shqiptar për sa i takon përfaqësimit që ai bën komunitetit, dhe besoj që i gjithë komuniteti që ai përfaqëson do gëzohen kur ta dëgjojnë që ai ka pranuar të jetë përsëri kandidat në qarkun e Vlorës dhe ti përfaqësojnë ato. I gjashti në listë, apo i gjashta në listë, dhe vazhdojmë me rajonin e Vlorës, është Evis Allushi. Evis Allushi, një pedagoge për 20 vitesh në Universitetin e Vlorës, një aktiviste e Partisë Socialiste që në moshën 18 vjeçare, dhe besoj unë është përfaqësuese shumë e denjë e gjithë historisë Partisë Socialiste të Vlorës. I shtati në listë është Klevis Kaso. Klevis Kaso është aktualisht nënkryetar i Bashkisë së Vlorës. Është një djalë me energji dhe që sigurisht ka një eksperiencë edhe një karrierë edhe brenda Partisë Socialiste, dhe besoj se me kontributin e tij të shquar që ka dhënë edhe në Partinë Socialiste edhe në Bashkinë e Vlorës si nënkryetar i Bashkisë, do të japë një dimension tjetër fushatës elektorale të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. E teta është Brunilda Mersini. Brunilda Mersini është drejtoresha aktuale e Spitalit Rajonal të Vlorës, edhe kjo një aktiviste e vjetër tashmë e Partisë Socialiste me kontribute të jashtëzakonshme në të gjitha betejat elektorale të Partisë Socialiste, dhe tashti këtë rrallë ka pranuar që të jetë në vit të parë të kësaj beteje duke hyrë në listën e hapur të qarkut të Vlorës. E nënta është Briseda Çakëri, edhe kjo një grua që jo vetëm vjen nga një familje me traditë të socialiste të thellë në qytetin e Vlorës, por dhe vetë që në moshën 18 vjeçare ka qenë aktiviste e pandërprerë e Partisë Socialiste në qytetin e Vlorës. I 10 apo e 10 është Mjaftesa Sulaj. Mjaftesa Sulaj, apo Tesi, që ta keni më kollaj për ta shkruar, është një risi në listën e kandidatëve të qarkut të Vlorës, është një vlonjate 24 karaçe, por që ka jetuar 18 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo ka ardhur në qytetin e Vlorës që prej shtatorit të vitit 2024, pa vjet, duke aplikuar nga Amerika për të qenë
pedagoge në Universitetin e Vlorës. E ndikuar tërësisht, siç thot ajo, nga ndryshimet kolosale që ka parë edhe ka ndjerë në qytetin e Vlorës. Është sigurisht një figurë e re me shumë energji dhe që do japi një freski të padiskutueshme, dhe këtu do jemi bashkë dhe do shihni që sa ndryshim edhe çfarë ndryshimi do të sjellë ajo listës së kandidatëve të qarkut të Vlorës. I 11-ti është Endi Hysenaj. Endi Hysenaj, edhe ky një djalë apo një burr që ka një karrierë edhe administrative dhe politike në qytetin e Vlorës. Aktualisht është drejtor i AKU-s në Vlorë, prej më pak se një viti. Është përfaqësues i komunitetit Çam të Çamërisë dhe besoj se është një nga përfaqësuesit më të denj të këtij komuniteti në Vlorë, me reputacion shumë të mirë nga të gjitha korrentet politike që ky komunitet ka, jo vetëm në qytetin apo në rajonin e Vlorës, po edhe më gjerë në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, por jo për nga rëndësia, i 12-ti është Damian Gjiknuri. Për Damianin besoj është e tepërt të them në një fjalë, sepse e njihni të gjithë. Ai sigurisht do jetë pjesë e listës hapur, edhe do garoj në një zonë që e njeh shumë mirë, edhe ku ka dhënë kontribute të jashtëzakonshme në gjithë këto vite si përfaqësues i Partisë Socialiste. Dhe të vim ke lista e mbyllur, për ta përmbyllur. Sigurisht drejtuesi politik, siç e dini, edhe nga kriteret që ne kemi vënë në parti, pra jam unë në pjesën e listës mbyllur. E dyta është Zamira Sina. Zamira është, sot që flasim, është dekane e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Vlorës, që t'ja ushuaj kuriozitetin se do googloni edhe do ju dali që ka qenë dikur në një moment në çadrën në vitin 2000, në çadrën e famshme në vitin 2017, ku ka mbajtur një qëndrim të vetin në lidhje me problemet e arsimit, edhe unë gjatë kur në momentet që kam hasur qoftë në aktivitete ndryshme në Vlorë, apo dhe në takime që kemi pasur me grupet e interesit, kur e pyeta për një moment për këtë çështje, thash si ka mundësi që ke qenë edhe ke thënë atje disa gjëra që qëndrojnë për hir të vërtetës dhe ajo qëndron për hir të vërtetës në atë kohë, më tha, atëherë nuk e doja Edi Ramën, sot e dua Edi Ramën. Sepse është bindur që prej asaj kohe që çdo gjë që po ndodh është një rrugë pakthim drejt zhvillimit jo vetëm të qarkut të Vlorës. E treta në listën e mbyllur është Eriona Ismaili. Eriona Ismaili ka qenë gazetare, është aktualisht punon si koordinatore në projektin zvicerian të bashkive të forta, është aktiviste e shuar në qytetin e Vlorës, herë kritike edhe në eksperiencën edhe në karrierën që ka pasur si gazetare, por sigurisht gëzon një respekt pikërisht për këto qëndrime të drejta që ka mbajtur gjatë gjithë kohës, edhe për këtë qëndrim dinjitos që ka mbajtur për gjithë kohës. I bashkohet edhe ajo ekipit të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Dhe i fundit, pra i katri, është ministri aktual i mbrojtjes, Piro Vëngu. Piron e njihni të gjithë, ka një karrierë tashmë të gjerë edhe të gjatë në qeverisjen socialiste dhe aktualisht kontribon edhe është ministër i mbrojtjes i qeverisë së Shqipërisë. Mbaruan, ishin 12 të hapur dhe 4 të mbyllur. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Sa mandate synoi zoti Çuçi në Vlorë? E që disa nga punit të parë? Ne nuk i ndajemi gjithmonë ambicjes tonë. Ne konsolidojmë tetën dhe luftojmë për të nëntë. Ti dhe unë kemi ikur nga PT-ja.
Të nderuar shikues, u rikthyem përsëri në studio, zgjedhje 2025, sapo ndoqëm fjalën e Bledit Çuçit, koordinatorit të qarkut të Vlorës, koordinatori i Partisë Socialiste, i cili prezantoi listën me 12 emra në lista të hapura, në kandidim të hapur, dhe listën me 4 emra që është një listë e mbyllur. Tani ne i kthehemi bisedës bashk me të nderuarit që unë kam të ftuar në studio. Flasim në fillim me zonjën Vilma, sepse janë socialistët. Atëre, çfarë na thoni për këtë listë? E para njerë, ishte papritur, ishte surprizë, apo diheshi? Unë do të thosha që nuk janë surprizë emrat, ose më sakt u bë një konfirmim i emrave se kush do jetë pjesë, por është as më shumë e as më pak në atë filozofin që unë e përcolla që në fillim. Dhe thash që pjesë e listave të mbyllura, patjetër që do t'jenë përveç drejtuesit politik, njerëz të cilët janë të rinj, e kanë mandatin e tyre të parë, qoftë edhe ministri vëngu i cili është në mandatin e parë, edhe pse është në detyrën e ministrit, ndërsa 2 vajzat, gratë, e përfshira në pjesën e listës, po themin të listës fituese, qoftë Zamira Sina, dekane e Fakultetit Ekonomik, qoftë edhe Eriona Ismaili me një profil të spikatur edhe në gazetari, por edhe në angazhimin e saj qytetar, besoj që do t'jenë vlerështuar. Pjesa tjetër e gjithë listës, besoj që ka patur një vëmendje të posaçme për të mos lënë pa përfshirë njerëz që në grupimin e tyre që përfaqësojnë të sjellin maksimizimin e votës për Partinë Socialiste. Ishte një listë përfaqësuese, ishte një listë shumë e gjerë dhe ishte një listë që besoj që kushdo që do të shohë dhe do të vlerësoj se kush janë ata që janë prej këtij komuniteti, sepse po të kemi vëmendjen e posaçme, do të shohim që është një listë që është brenda një komuniteti në cilin ne jetojmë të përditshmën tonë. Nuk është se është një listë e importuar dhe po vjen. Ka përfaqësime reale, qoftë kjo në rajonin e Sarandës, që u tha prej drejtuesit politik në fillim, qoftë kjo në Selenic, qoftë kjo edhe në Vlorë. Deputeti që duam, ishte këtu tek një emër apo 2 emra? Domethënë, ka këtu nga ata që kandiduan tek platforma, deputeti që duam? Jo, në dijenin time të paktën me të dëgjova, nuk them dot, ndoshta Ina Majko, por nuk duhet ta konfirmoj këtë gjë që të Po diaspora? Është kjo vajza, kjo që ka studiuar... Vajza që është pedagoge tek ekonomiku, Mjaftesa Sulaj, është një vajzë që ka ardhur, jo më shumë se sa një vit, ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara dhe është bashkuar stafit të Universitetit Akademik Ismail Çelik. Flasim me opinionistin, t'japim pak fjalën? Patjetër. Se s'ka folur fare. Jo, s'është problemi, jo. Jo, e shohim pak listën, Vlorën dhe Sarandën. Unë... U surprizove, ishin emra jo, që ti mendoje? Ishin emra të cilat përfliteshin dhe unë doja që të bëja edhe një paralelizëm me atë listën e mbyllur që nxori Partia Demokratike. Që u përmend pak më parë. Unë do të thosha që më tepër krahasim midis listave, të presim dhe listën e hapur të PD-s, është më tepër përballje e 2 strategjive. Partia Socialiste pa diskutim që ka një strategji shumë të qartë, që ka një strategji që është maksimalizimi i votave, pa diskutim që ka futur njerëz nga të gjitha shtresat, qytetarë që janë të Vlorës, madje ka bërë edhe transferta nga Partia Demokratike e 2021-shit i ka bërë dhe i ka futur në listën mbyllur, i ka futur aty, gjë që është normale në të gjitha partitë perëndimore, ndërkohë që lista e Partisë Demokratike është një listë më tepër e cila mendoj se i shërben bunkerizimit të Partisë Demokratike. Për listën e mbyllur po flisni? Po flas për listën e mbyllur të Partisë Demokratike, se lista aja për s'ka dalë ende. I prezantojmë pak Po, listën e listën e mbyllur është Bujar Leskaj, Ina Zhupa, Vangjel Dule dhe Atir Doxha. Pa diskutim që i njohim që të katërt, kemi respektin për ta, por që
Kjo listë e mbyllur është, nuk po flas për Vlorën, po flas në përgjithësi për Partinë Demokratike në të gjithë Shqipërinë, që mua më ka lënë një shije shumë të keqe sepse nuk bëhet dot garderobe e re me kostume të vjetra. Është e pamundur që të bëhet të dalësh në një listë fituese me humbësit kronik, siç ka dalë Sali Berisha, i cili nuk ka bërë asnjë riciklim. Madje, po të shikojmë sot të gjitha reagimet që kanë qenë në media të atyre kandidatëve të primarëve, të deputetëve, të ish deputetëve etj, duket që ka një pakënaqësi e cila do të përkthehet në humbje, në bjerje votash në 11 maj të 2021, të 2025, falni. Kjo pakënaqësi do të bëjë që Partia Demokratike të tkurret dhe që të rrezikojë shumë vende të cilat ajo i konsideron si të sigurta. Plus pakënaqësisë që ka ndaj kandidatëve. Ju thoni që lista e mbyllur e Partisë Socialiste është më e plot, më gjithëpërfshirëse unë flas për gjithë listën e partisë. Lista e PD-s së Vlorës e mbyllur, flasim për listat e mbyllura. Nëse do të flasim për listat e mbyllura, kemi dy emra shumë të njohur që janë në Partinë Socialiste, që është Piro Vëngu dhe Blendi Çuçi, që janë funksionar politik të njohur, kanë një lloj përvoje, të cilët pa diskutim që do të kenë mbështetjen e elektoratit të majt, qoftë edhe me emrin e tyre. Lista e Partisë Demokratike e mbyllura, edhe kjo është një listë e cila ishte e pritshme, është një listë e cila nuk ka ndryshuar. Domethënë këtu surpriza ishte vetëm Atir Doxha. Shiko, edhe Atirdi pritej. Nuk ishte surprizë. Ishte nga primaret. Të them të vërtetën, po jo të gjithë ata që fituan në primare shkuan në listat e mbyllura. Sepse u thash që Berisha nuk ka interes që të ketë një parti fituese. Nuk ka interes të fitojë zgjedhjet Berisha. Berisha do që të ketë një parti bunker për veten e vet. Një parti e cila ta ketë si bunker në luftën e tij, për hallën e tij personal, për luftën kundër Spakut. Ky është mendimi im, mund të jemi gabuar. Nëse unë jemi gabuar, do dalun i pari përsëri me zë dhe me figurë të kërkojnë ndjes. Dhe të heq dorë dhe mos të bëjmë asnjë prononcim. Ky është një mendim të cilin unë kam edhe në editorialin nesër. Por që mendoj se është një listë e vështirë. Pakënaqësia e njerëzve, e kandidatëve, të cilët nuk hyjnë në listën e mbyllur të Berishës, është e tillë që nesër vështirë se do t'i kesh ata në terren për të mbledhur vota. Dhe faktikisht lista e mbyllur e Berishës është një listë që solli pakënaqësi. Solli pakënaqësi sepse ata po vënë fatkeqësisht për të djathtë, fatkeqësisht për opozitën, po vënë me një mentalitet humbsi në zgjedhjet e 11 majit. Ndërkohë që doja të diskutoja pak, të përmendja edhe një strategji të tretë, e cila është e partive të vogla, e partive të koalicionit. Për shembull, e përmendi zoti Nika, e ka përmendur edhe Dashej me lëvizjen për zhvillime të tjera, që ata do të vënë me një listë mbyllur të cilën do ta djegin dhe që do të votohen njerëz të tjerë. Që e përmendi, kush merr vota më shumë, votat do të vënë në thesin e madh të koalicionit apo të partisë, dhe do të dali ai që ka një mandat, mandati mund ta marrë ai që ka një vot më tepër. Kjo situatë që ndodhi tek Partia Demokratike me pakënaqësitë me pakënaqësitë që ka dhe që po dalin në media tashti, deputete që tundën Belin në vallën e Berishës, me deputet që u hodhën si çfarë të them mbi trupat e mbi gardistët, që dogjën karrige dhe që u lanë jashtë listës së mbyllur, të gjitha ata i pam që të dalin ose të revoltohen, ose të tërhiqen nga kandidimi, ose të dalin kundër dhe të kërcënojnë. Pikërisht kjo është mentaliteti i humbsit. Pra hyjnë që në fillim me një mentalitet humbsi. Unë besoj se kjo strategji e Berishës do t'u japi gjithsesi dorë partive të vogla që kanë dalë nga trupi i së djathës. Lista e mbyllur e Vlorës e Partisë Demokratike ka njerëz produktiv, ka njerëz që i referohen Bujar Leskës, i referohen Ina Zhupës dhe Atir Doxhës. Atir Doxha është zëri më i fuqishëm i opozitës
bashkë me Gjergjinikën, po tani po flasim për Atir Doxhën, në Këshillin Bashkiak, për të gjitha problemet, ne jemi ata që i ndjekim mbledhjet dhe ai është zëri më i fuqishëm opozitar. Dhe them që këta të tre janë emra nderues për Vlorën, unë e përjashtoj Dulen sepse se shoh aktivist për Vlorën e të tjera historira, ndërsa të tre emrat janë që përballen ndoshta edhe me Berishën për ta çarë këtë bunkerin që ju po thoshit më herët, se nuk mendoj që Atir Doxha të ri ashtu, kur shesh shkelje, dhe të mos i denoncoj. Se cili ka perceptimin e tij, unë që të tre, si Bujarin, si Inën dhe Tirdin, unë i kam miq. I kam miq dhe uroj sukseset, sepse i kam miq, i kam shok. Se ka shumë deputet që s'kanë folur fare në këtë sesion. Nuk mundet të rriqet lista e një partije e cila pretendon që të vinë në pushtet vetëm nga 1, 2 apo 3 persona. Në një qark kaq të madh. Duhet të kesh një shpërndarje. E qartë. Duhet të kesh gjithë përfshirje. Duhet të kesh atë shmangje të pakënaqësive që mund të kenë kandidatët e tjerë, të cilët ngelen jashtë listës mbyllur. Dhe unë u thash edhe dje. Në Vlorë u bë një listë e cila... Pa ka listë mbyllur, ardi se 4 janë pjesë e listës mbyllur. Kështu që dhe ata e kanë të vështirë një forcë si PD-ja që aq vot merr. Po, shiko, Partia Demokratike unë e thash edhe dje. Në qoftë se ju kujtohet, unë e thash edhe dje që bëri një listë në primare, që ishte një listë që mua më la një shije jashtëzakonisht hidhur. Domethënë, ishte një listë që ja thash edhe Tirdit mbrëm, që s'kishte nevojë të bësh një primare, futuni të gjithë atje edhe kaq plotësohet lista. Stefan, ne nuk e kemi listën e hapur të PD-s. Ata emra do të jenë, do të shtohet 1 ose 2 emra. 1 ose 2 emra nga Tirana dhe kaq. Apo jo, Gjergji, kemi informacion? Tani, unë do bëja një analizë pak më ndryshe. Nuk po flas me pasion, po flas më si analizë, po marr rolin e zotit Stefan. Risia ishte njerë që si primaret, si deputeti që duan, flasim për qarkun e Vlorës, për mua kanë qenë një show pa sjell asnjë produktiv, asnjë gjë produktive. Ne jemi një qytet që ne dim shumë mirë sa janë jashtë, kush punojnë, kush janë njerëzit me vlera, kush janë njerëzit që mund të involvonim në listat për deputet, flasim në listën e Vlorës. Risia të liste Partisë Socialiste ishte numri 2 në listën e mbylljen zonja Zamira Sina dhe mungesa e zonjës Anila Delaj në pjesën e Saramës. Kjo ishte risia e listës. Tani, çfarë do ndodhi? Po ja u them unë çfarë do ndodhi. Për mua do ishte më e rëndësishme listë e hapur se sa listë e mbyllur. Sepse lista e mbyllur do përmendet vetëm sot, dhe nesër dhe pas nesër. Lista e hapur është ajo që do ketë efektet në fletën e votimit. Sepse njerëzit kur të vënë, po flasim për Partinë Socialiste. Partia Socialiste për listën e hapur ka një garë, sepse këta 12 veta luftojnë që të kapin 4 vende. Por në këta 12 veta, unë pash 4 emra: Briseda Çakëri, Endri Yseni, më fal, ajo pedagogja zonja, nuk e di si e kishte. Mjaftesa dhe Evisa Lushi. Asnjë nga këta nuk merr vota në qytet. O pse? Asnjë nga këta nuk merr vota në qytet. Vota popullore flasim, nuk themi vota. Tani ky është perceptimi im, unë po bëj analizën. Ky është perceptimi im. Një, e para. E dyta, lista e hapur e Partisë Demokratike do jetë demoralizuar. Sepse këta të 12 që do jenë në lista hapur, e din shumë mirë që çdo vot që do marrë ata do hyjnë ata të 4 të listës mbyllur. Dhe kjo demoralizon ata 12 të listës hapur. Dhe këta nuk do punojnë, sepse në qoftë se të 4 të parët e Partisë Demokratike që janë në listën e mbyllur, cili do të jenë, nuk ka lidhje sa të bëhet renditja. Në qoftë se ka shumë rëndësi ç'a pozicioni do jetë Dule. Është shumë i rëndësishëm. Në qoftë se Dule do jetë 4, do sjell një vot kundër për mos ta zgjedhur Dule. Sepse komuniteti çam nuk do vetë votoj asnjë Partisë Demokratike atje dhe ta shikoj që do hyj Vangjel Dule në parlament. Ka një efekt që do na visi efekti 2017-s. Arben Ristani në 2017-ën ishte numri 4 dhe u doq sepse pesa ishte Dash Tahiri, nuk votuan çamët për të futur Dashi sepse e dini që futej Dule. Ky është efekti. Dhe ata 12 të listës hapur, cilët do qoftë, do jenë të demoralizuar. Prandaj listat duhet ishin të hapura 100%. Që të 12 vetat të ishin në punë, gjithë secili të krijonte shportën e vet, ato vota që do merrte 300, 500, 1000 s'ka lidhje ka, dhe të futej ai që merrte më shumë. Kjo ishte therr. Luftonte me optimizëm. Luftonte me optimizëm. Dhe edhe lista e Partisë Socialiste. Unë mendoja që përveç Blendi Çuçit, unë Pino Vëngun duhet ta shikoja në listë hapur.
Sepse në listën e mbyllur, ne e dim shumë mirë që vajtën të përgëdhelurit. Zoti Çuçi është i përgëdhelur i kryeministrit, Zoti Vëngu është i përgëdhelur i Pallukut. Jo, drejtues politik. Okej, drejtuesi politik. Mirë, po Ishte i përgëdhelur s'ka lidhje. Ishte përgjithshëm. Që në momentin që vin drejtues politik janë përgëdhelur, edhe ato dy zonjat. Edhe përgjegjësinë për të drejtuar. Edhe ato dy zonjat janë të përgëdhelura, kështu që iku lista e mbyllur, kështu që lista e hapur për mua është më eficiente, do jetë më produktive, do ishte lista hapur, të kishte emra të fortë. Për shembull, në qoftë se në listën e hapur të Partisë Socialiste nuk do ishte vendosur Damian Gjiknuri, që ishte i 12-i, i cili e ka eksperiencë për të mbledh vota, për të bërë, pavarësisht se zgjedhjet janë larg, po them përsëri, zgjedhjet janë shumë larg. 60 ditë janë shumë. Do ta shikoni rrugës që 20% e këtyre kandidatëve që janë aty për lista do skartohen rrugës. 20% e atyre që do dorëzojnë emrat për kandidaturë për Parlamentin të Shqipërisë janë të gjithë që hyn e dalin në SPAK. Dhe për 60 ditë mund të ndodhi gjithçka. Është shumë kohë gjatë. Për 45 ditë ndodhin shumë gjëra. Jo 60 ditë, se 60 ditë që u bë për efektin e votës e emigrantëve që ne do t'i kthehemi dhe asaj. Pse duhet të përzgjedhim këta emra që janë në SPAK? Duhet të përzgjedhim sepse nuk ishte kjo një listë në cilën ne mund Jo Vlora, flas në përgjithësi, absolutisht jo. Jo. Unë flas në përgjithësi listat e dorëzuara, e thash shumë. Në listat e dorëzuara ka dhe emra që janë të përfolur, ka dhe emra problematik, më SPAK e gjitha. Megjithatë kjo është në një moment dytë ne do vim kësaj pjese, drejtësia do nuk e flasim. Ne kemi listat. Ne jemi në rregull me gjërat tona, jemi okay. Ne kemi një listë të madhe. Dhe Vilma Bello rikthej Damian Gjiknuri. Rikthej pas një shkëputje dhe vjen tek vendi i 12 në lista hapur. Kur jeni në lista hapur nuk do të thotë më ka vlerë më numri. Damian Gjiknuri është rikthyer që t'i vëj njerëzit në rresht. Sepse nuk janë në rresht. Që do të thotë? Sepse ka një gjë, unë e perceptoj nga jashtë, unë e perceptoj nga jashtë, absolutisht nuk dua të fyer, unë e perceptoj nga jashtë, me ardhje Damianit bie një eksperiencë, sepse eksperiencën ai e kam 2021, bie një eksperiencë për t'i kuadruar njerëzit, për t'i futur njerëzit edhe në 17, se atë kemi patur spiritues. Po, patjetër. Edhe në 2017. Gjithsesi unë Damian Gjiknurin e vlerësoj si një jo vetëm thjesht si një të themi thjesht fjalën aset i Partisë Socialiste, po patjetër një nga mekanizmat dhe instrumentet më të forta që Partia Socialiste ka, për më tepër akoma që ai terrenin edhe komunitetin e një zone të caktuar si Vlora e një mirë zgjedhor dhe besoj që bën tërmet, e dridh sheshin kur kalon Damiani e dridh, besoj që pasja e Damian Gjiknurit dhe një listë si e Vlorës do jetë një vlerë ndjeshme shtuar. Unë po ja u them dhe po ja u përsëris. Sot filloi Big Brother. Politik. Do më kujtoni me ditët. Jo, se është një proces i rëndësishëm, nuk duhet të flasim me metafora të tilla dhe me krahasime. Big Brother në momentin e përplasjes brenda llojit e shumë gjëra. Ato edhe kanë filluar edhe janë. Megjithatë, kurioziteti u shua. Do të thosha që ajo që ndodh në Partisë Socialiste për hir të së vërtetës, nuk po flasim për të absolutizuar, këtë dua ta heqsi se edhe vetë në natyrë nuk flas për gjëra absolute. Por dua të them që rrallë ndodh që në Partisë Socialiste u shua kurioziteti, lista doli, emrat u bën të njohur, ka një lloj kompaktësimi të strukturave. Sepse duke qenë se ndryshimet kanë qenë të vazhdueshme nga një mandat në tjetrin, nga një zgjedhje, nga një palëzgjedhje në tjetrën, janë të mësuar strukturat tashmë me ndryshimet. Dhe më pas me shuarjen e këtij kurioziteti të daljes së listave, fillon një lloj kompaktësimi dhe fillohet puna. Besoj që nuk do jetë në Partisë Socialiste një efekt i tillë që nuk dua të flas se çfarë do ndodh në krahun tjetër politik, se secili ka strategjitë e veta edhe mënyrën e vet të qasjes ndaj fushatave, po besoj që do të jetë një fushat ku energjia e gjithë këtyre të rinjve, sepse e shohim që nuk ka asnjë nga deputetët që ishin në listë. Kjo do të thotë që
Kish një lloj nevoje dhe kryeministri, kryetari i partisë dhe kryesia e kanë parë të udhës, bashkë edhe drejtuesi politik, po, vullnetësina, po ishte i Selenicës, po e flasim për pjesën e zonës për e bashkisë Selenicës, prandaj edhe thashe e Vlorës. Ka pasur për nevojë për energji të re dhe dua ta them prap, të gjithë emrat e zgjedhur në listë dhe të vendosur në listën, s'po flas tani për listën fituese, po flasim për listën tjetër që do të ketë përballje, ishin të gjithë përfaqësues të grupimeve dhe të gjitha komuniteteve dhe të gjitha shtresave. Kjo është një gjë shumë pozitive, ashtu siç është shumë pozitive që nuk është një listë e importuar. Është një listë e këtij komuniteti. Këto janë gjetjet e liderit socialist. Të drejtuesit politik dhe të vendimit të kryesisë. Gjithë përfshirja do me thënë merr kuptim si fjalë në këtë zotërim që ju, Partia Socialiste, i keni bërë listës. Dhe është vërtet, nga gjitha fushat, nga arsimi, nga ekonomia, nga politika, nga mjekësia. Si eshe, Ardi? Tani unë kam një vërejtje këtu. Do flasësh ti? Jo, nuk do flasim, po kemi 2 orë, po merrem me listën e Partisë Socialiste. Po, do flasim dhe për partitë e vogla. Jo, nuk ka lidhje partitë e vogla. Jo, do flasim dhe për partitë e vogla. Për zgjedhjet e 2025-s nuk kemi ardhur për bërë analizën e kryesisë. Po, jemi të listat. Dhe listat ne mund merremi të martën që vjen, mund të merremi kur të shpallen të gjitha listat dhe diskutojmë, por nuk do vëjmë 2 orë emision të diskutojmë emrat e Partisë Socialiste. Se më duket e çuditshme, se më mirë pastaj hajde vëmë gjithë tek mbledhja kryesie të Partisë Socialiste dhe i diskutojmë. Ne kemi problematika ne kemi emigrantët, kemi votat, si do vjen zgjedhjet, si do jetë infrastruktura, megjithatë unë dua ta mbyll këtë të listave. Patjetër. Po të hym listave, listës nuk mbarojmë. Jo. Nuk mbarojmë. Stefan, unë emrat e asaj liste të thash, gabova vetëm me një. Unë e di që ditën e dieshme. Ndonjë emër që nuk duhej? Për shembull? Ishin emra të cilët ishin diskutuar dhe që ne i dëgjonim. Surprizë për mua, pavarësisht se e kemi diskutuar me Gjergjin apo me njerëz të tjerë, ishte emri Zamirës. Pozitiv më duk futja në listë përsëri e vullnetësinës. Sepse maksimalizon votat në zonën e Labërisë, pa diskutim. E pash që të gjitha emrat që ishin aty i përfshinin të gjitha shtresat e shoqërisë, gjë të cilën unë nuk e pash tek lista e Partisë Demokratike, të paktën primare. Jo, dëgjoj, ka dhe një gjë. Ti nuk mund gjykosh listën e Partisë Demokratike në qoftë se nuk ke një panoramë të qartë, siç e ke panoramën e Partisë Socialiste. Pa diskutim. Primare, po të marrim primaret, është si thuar deputeti që duam nuk e pash te deputeti që duam. Kjo analizë është e gabuar. Kështu që prandaj unë u thash, ta lëm listat për momentin, ne jam shumë dakord, prandaj listat ngrën aq kohë mjaftueshëm sa nuk ka kuptim të diskutojmë më. Në një të martë, në një emision tjetër, qofshim ne, qofshin njerëz të tjerë të diskutojnë listat e të gjithë atyre partive që do dalin, ose qoftë edhe 2 partive më të mëdha. Po do jetë në një moment të dytë që të fillojnë të bëjmë krahasime. Do të jetë në një moment të dytë, por unë thash për primare dhe theksove. Se unë e kuptoj që ti jeni ulur nga krahu i zonjës Bello, po tani nuk mund të bashkëpunojmë ka çapur se duke qenë partia më është parti që prodhon lajm. Unë de facto zemrën e kam nga e djatha pavarësisht të pozicionit. Nga do që tulej ai do ishte në një krah të zonjës Bello, ashtu siç jeni dhe juve. Gjithsesi për ta mbyllur me listat e hapura dhe të mbyllur të Partisë Socialiste dhe me listën e mbyllur të Partisë Demokratike, si mendon Gjergj Nika, Partia Socialiste thot që duam të marrim mandatin e 9, Partia Demokratike thot do të marrim mandatin e 5, do synojmë mandatin e 5. Si e ndan? Gjeografinë e votave në Vlorë, në Qark. Partia Socialiste nga 7 në 8 mandate, Partia Demokratike nga 2 në 3 dhe 1 mandat e merr një parti e vogël. Mos më thuaj që është partia juaj. Patjetër, pse jo? E ke parë listën e partisë tonë? Jo. Dhe flasim pak tani për partinë e demokratëve Euroatlantik. Po, koalicioni Euroatlantik. Qëndrojmë pak. Shiko, ka një moment. Merrni pjesë për herë të parë në zgjedhje parlamentare me këtë. U kanë vënë në studio gazetarëve që demokratëve Euroatlantike thoni, domethënë me një lloj gjëje. Ne jemi Partia Demokratike e Shqipërisë dhe demokratët Euroatlantiki kemi vënë pjesën e grupimit duke qenë parasysh që në humbjen e gjyqit të Vulës. Gjyqi i Vulës nuk ka mbaruar. Dhe Partia Demokratike ose pjesa e Partisë Demokratike në mënyrë që të merrte pjesë në zgjedhje
ka krijuar, ka marrë një parti, kryetari i cilit është Endri Hasa dhe i ka vënë emrin Koalicioni Euroatlantik. Për të hyrë në zgjedhje dhe ky grupim të ishte në zgjedhje. Në çfarë procesi është gjykata? Është marrë vendimi? Gjykatë lartë, nuk është marrë vendimi, jemi në gjykatë lartë. Gjykata e lartë mund të arrëzojë vendimin e apelit dhe drejta ligjore kthehet prapë ku ishte. A do kthehet tani? Do kthehet para zgjedhje, pas zgjedhje, apo nuk do kthehet? Kjo është një pjesë që e gjykon gjykata. Nuk ka vendim, ka shkallë drejtësie. Nëse duan të flasim me drejtësi. Ti kthehemi listës. Si do të prezantohet? Ne listën e kemi, ja u thash dhe më përpara, ne kemi dorëzuar në listë 4 emra që janë emra të nderuar pensionistë, të cilët në momentin që të miratohet lista do japin dorëheqje. Pse? Pse e keni bërë këtë? Pse but emra në pension? E bëm që lista në pension ose të rinj nuk ka lidhje, se ka të rinj të cilët japin dorëheqjen dhe 12 do jenë në listë hapur. Unë isha më i sigurt të isha, sepse e dija shumë mirë që unë do isha njësh i listës së mbyllur. Jo, nuk doja, duhet ishim barabartë. 12 që e listës së hapur, ne kemi bërë një përzierje, kemi 30% të rinj, 30% janë zonja, 1 në 3 është zonja, dhe kemi edhe pjesën tjetër që është pjesë e strukturuar. Atëherë, në listë të hapur jam unë, është profesor Muzafer Elezi, është deputeti PDU zoti Gzim Ademi, është zoti Blendi Hoxha që vjen nga Rinia, është Hermes Mizgjoni që është kryetari i forumit Partisë Demokratike, është Petka pedagog, ka përfaqësues të Sarandës që është zoti Gentian Zëraj, ka përfaqësues nga Imara, ka përfaqësues nga Delvina dhe nga Konispoli. Lista është bërë, kemi prekur të gjitha zonat, ka dhe ortodoks, ka dhe musliman, ka dhe këto pjesët të tjera. Lista është bërë, pavarësisht ne nuk mund ta kemi listën, flasim drejtor ministra, sepse ajo listë nga pushteti, listë e Partisë Socialiste. Por ne kemi bërë përfaqësuar të gjithë zonat. Dhe në listën e hapur, në qoftë se në 2021 një mandat donte 7 apo 8.000 vota, nuk e dim sa duhet tani, të gjithë 12 veta janë të gjithë në punë për të mbledhur vota, për ta maksimalizuar votën. Të gjithë bashkë neve duhet prodhojmë 7.000 vota. 8.000 vota, sa i bie këtë mandati. Dhe do ta përfitojë mandatin ai kandidat i cili ka 1 vot më shumë se sa kolegët e tij. Kjo është më fair. Në qoftë se në listën e Partisë Demokratike po marrim, listës hapur, në mënyrë që një i listës hapur ta zë vendin mandatit të 4 apo 3 Partisë Demokratike, duhet thyej hersin. Duhet marrë 8.000 vota një njeri. Neve mund të marrim, Gjergji mund të marrë 1.500, Gzimi mund të marrë 2.000, Muzaferi mund të marrë 1.500, një tjetër 500-800, të gjithë bashkë provojnë mandatin. Dhe kështu është më e pastër, është dhe më fair karshi të gjithë kandidatëve. Jeni të njohur në të gjithë qarkun e Vlorës? Një lajm tjetër? Po. Për shembull ajo që e parashikova që u thash pak më parë, Jorita Tabaku nuk është as në listën e hapur të Tiranës. As në listën e hapur, se në të mbyllurën nuk ishte. Në të mbyllurën ishte, po as në të hapurën nuk është. Dhe nuk janë disa emra të tjerë, për shembull që po shikoja kështu po i kam dhënë panorama. Po pse u ndëshkua, është ndëshkim ky për Jorida Tabakun? Mund të jetë tërheqje e saj, pak kënaqësi. Unë mendoj që mund të jetë tërheqje. Tërheqje pak kënaqësi. Se nuk ka qenë në listën e mbyllur. Gjë e cila është ajo që thash, do t'i kushtoj Partisë Demokratike. Ka qenë shumë aktive. Mund të jetë tërheqje edhe pjesa e zonjës Anila Dena, jo? Nëse nuk është në asnjë listë. Dhe duke e ditur që nuk është në listë hapur, në listë mbyllur. Mund kemi edhe një tërheqje të saj, sepse ajo deri dje ishte drejtuese politike për Sarandën. Kështu që shiko, ditët prandaj unë në të gjitha aktivitetet. Prandaj dhe unë me atë që thotë që Berisha nuk hyn në zgjedhje dhe nuk e fut Partinë Demokratike përfitore. Dgjoj, unë jam kjo është strategjia më e gabuar. Në 2021 e gjithë forcat opozitare ishin bashkë dhe prodhuan të gjitha ato vota. Sot forcat opozitare janë të fragmentizuara. Janë të ndarë në fragmente. Partia Mundësia, Gronshej, pjesa e zotit Basha, pjesa e zotit Alibej, unë jam dakord që nuk hyn. Në qoftë se Berisha donte që të fitonte zgjedhjet, duhet të largojë, ta linte partinë ta merrte dikush tjetër më i ri, një gjak më energjik, dhe të gjithat forcat opozitare të bashkoheshin bashkë, pavarësisht ndasive, vetëm kështu mund të vinte në pushtet. Në këtë mënyrë nuk vinë në pushtet. Në këtë mënyrë është e pamundur të vish në pushtet, sepse një votë e ndarë nuk mund të vish në pushtet. Shko, ka dhe një faktor tjetër, demoralizimi e elektoratit duke parë të njëjtat fytyra 30 vjet. Duke parë të njëjtët njerëz
30 vjet, duke parë të njëjtët njerëz që rrotullojnë 100 fjalë, kaq ka fjalori tyre, që vinë edhe në studio dhe bëjnë politik me biseda më muhabet kafenesh, ta themi më shqip në një gjuhë më zhargon. Elektorati është i lodhur nga këta njerëz. Nuk pam fytyra të reja, nuk pam njerëz të rinj. Pam ata deputet, pam ata njerëz të cilët shprehen besnikërinë ndaj liderit. Zoti Stefa, ju keni punuar në Greqi dhe keni marrë me pjesën e politikës. Politika është maraton dhe është shërbesh. Pa diskutim, po këta njerëz gjithmonë kanë qenë në finishin 100 metra. Politika nuk është të ulesh lokale të bësh llogje kavaje. Politika nuk është që të vësh atë që të thot llafet mira, atë që të lëpin. Politika është që të vësh atë që e meriton, të vësh atë që ka vlera që të punojë për qytetin. Jo të vinë politikanët në Vlorë, edhe të shërbej. Të vinë një vokacion, të ketë një vokacion brendshëm. Po nuk është që politikanët tani të marrin mandatin të gjithë në Vlorë dhe të ikin në Tiranë. Pa diskutim. Kështu na ka ndodhur. Na ka ndodhur dhe në vitin 2021 me Partinë Demokratike, se nuk po flas për Partinë Socialiste, po flas. Të gjithë kandidatët, 4 të parë që ishin në listën e Partisë Demokratike në 2021 që morën mandatin e deputetit, ditën e dieltit në votimit kanë votuar në qendrat e tyre në Tiranë dhe kanë ardhur në orën 10 Vlorë. Të 4. Ti ke qenë vetë në atë pjesë. Po, patjetër. Dhe kanë ardhur në Vlorë, domethënë ata as veten e tyre nuk kanë votuar në qytetin që janë nxjerr kandidat. Kjo për mua është e gabuar. Kjo për mua është e gabuar. Më përpara kandidatët i kishin Partia Demokratike në 2009-ën, kishte kandidatët deputetët e Vlorës, kishte pavarësisht gabimeve tyre, kishte Ardian Kollozin që kishe ku e takoje. Kishte Kreshnik Çipin që kishe ku e takoje, kishte Dashamir Tahirin ku e takoje, dhe të tjerët e Partisë Socialiste. Kishe ku ti takoje, kishe këtu. Ti sot nuk gjen një deputet. Nuk gjen një deputet, deputetët marrin mandatin, e fusin në xhep dhe nuk kanë më asnjë detyrim. Partia Socialiste i gjeje. Ikin në Tiranë. Këtu ishin. Se kjo ishte në fakt, kjo ishte një strategji edhe herën e shkuar e Partisë Socialiste, që të ishin përfaqësues të komunitetit cilët jetonin këtu, dhe vërtet ashtu ishte. Domethënë ju mendoni po sot jemi në kushte që me listën e Partisë Socialiste, hiq zonjën Zamira Sinaj që do marri mandatin, nga këta të tjerë që do dalin, të gjithë i kanë Tiranë. Që nga Damiani, ata themu listën, 4 të parët, të lista tjetër të do dalin. Kush është në Tiranë, përveç Damian Gjiknuri? Ja të themu listën e mbyllur kush do dalin në Damianin e ke nga lista hapur deputet, Vullnet Simën nga lista hapur deputet, ke kush është e para? Ke Bidon deputet, është e mbyllur lista duket kush është deputet aty. Të tjerë Bidua është i Sarandës. Po çfarë lidhje ka? Ardhijose për në synimin që ka Partia Socialiste për të marrë 9 deputet, sido që tjetë edhe nëse një burr do të marrë rezultat, Partia Socialiste i merr 9 deputet në Vlorë, vetëm në qoftë se, shiko ç'a ndodh. Unë prandaj jam kundër votës së emigrantëve. Unë do isha pro votës së emigrantëve në qoftë se vota e emigrantëve do përdoret për zgjedhje lokale. Ku një emigrant, kur ka prindërit tu kishte nevojë për gjëra, por nuk jam pro votës emigrant. Nuk jam dakord unë që një emigrant që ka 30 vjet andej pagon taksat andej vi këtu dhe më gjikon mua që unë shkel ditë për ditë në balë. Më identifikon mua. Pse? Sa ajo vote e migrantëve 200.000, 100.000, 300.000 sa do votojnë këtë radhë, ajo do implementohet në ato qarqe ku ka nevojë për të bërë atë, për t'i dhënë goditjen e dur për të rritur deputet. Dhe vote e migrantëve do ndikojë nga 4 deri në 6 deputet. Si do implementohet? Ajo do të lexohet. Ai që është nga Vlora është te Vlora. E rëndësishme është që njerëzit të votojnë, pastaj se si lexohet është tjetër gjë. Është tjetër problema. Si do ta shfrytëzoni ju këto lista? Cilat? Listat që dolën të Partisë Demokratike dhe si do t'i përktheni pa kënaqësitë, po s'ka shmangjet e këto. Shiko, unë ju thash që 60 ditë janë 2 muaj. Dhe për 2 muaj do ketë zhvillime, mos kujtoni se fushata fillon nesër. Fushata, kush ka bërë fushata bëhet çdo ditë. Partia Socialiste është gjithmonë fushat. Do dhe ka dhe një gjë tjetër fushatat që kanë Partia filluar tani, Socialiste nuk ka filluar zyrtarisht, po kanë Partia Socialiste, po ka filluar zyrtarisht, po Socialistë dhe Demokratë. Njerëzit u harrojnë për 20 ditë, jo të thuash 2 muaj të kërkosh votën para, por ka një gjë që Partia Socialiste mund të ketë problematikat e para që mbetjet, por të gjithë pastaj kthehen te vendi, patjetër kthehen te vendi. Pse? Se janë gjithë drejtora, janë gjithë në përpuna. Çfarë do bëjnë? Do humbin punën? Do rinjin atë pa gjumë, do kthehen, kurse qefmbetjet më të mëdha i kanë partitë opozitare, sepse ata nesër nuk janë në asnjë vend. Si mund të mërzitet? Kush do mërzitet se s'është në listë? Do mërzitet kryetari i qarkut, po punë e madhe se u mërzit. Do mërzitet drejtori tjetër, po punë e madhe. Do mërzitet në kryetarit, punë e madhe. Këta janë gjithë në pozicione drejtuese. Këta po e drejtojnë këtë qytet
që është kaq shumë që Ishin emra të përfolur këta Vilma, dhe kryetari i Qarkut, dhe prefekti i Qarkut, edhe nuk rezultuan në listë. Prefekti nuk ka pranuar vetë në listë hapur. Këtë e di unë, ja u them unë këtë. Shiko, Frosan. Ishte për listë hapur. Të hyrit në një suaz politike edhe në rrethin politik, ambicia është shumë e natyrshme. Kështu që nuk çdo gjë legjitime, çdo ambicie brenda politikës është legjitime. Absolutisht nuk dhe jo gjykohet të gjithë në ambicien e tyre mund të bëheshin pjesë. Se për ambicie kushdo që hyn brenda politikës ka një ambicie për të ecur. Por gjithsesi unë po dekonspiroj një pjesë të editorialit që kam nesër, në të cilën shkruaj: po zgjedhim parlamentin, mbi 250 emra presin sonde të marrin vendin e ri të punës. Vendin në të cilin ata nuk do të prodhojnë as ide, as gjë, por do të marrin, po që duhet në do të marrin para pa folur. Ne nuk e dim, se ndoshta ndryshon pak filozofia. Pushtimi i demokracisë funksionale, por vlera e tyre kryesore është kur zgjedhjet bëhen zgjidhje. Unë pres nga këto lista që zgjedhjet të bëhen zgjidhje. Mos harrojmë një gjë zoti Stefa që më fal Vilma, mos harrojmë diçka që Parlamenti i ardhshëm, kushdo që të vejë deputet, duhet të jenë njerëz me vlera, se pretendojmë që ata do bëjnë reforma rrënjësore që ne të futur jemi në prag për të hyrë në BE. Prandaj duhet të jetë, është një mandat historik dhe deciziv, po mandati bëhet historik kur ata 140 atje brenda janë njerëz me mendje në kokë. Sepse po na hyn 50 me mendje në kokë, edhe 90 pa mendje në kokë, pastaj bëhet një. Po prandaj them që zgjedhjet të jenë zgjidhje. Shko, kjo pjesa e asaj që ti the Ardi, unë besoj që lidhet me një precedent, ta themi, ose me një paragjykim që ne kemi për një rrugë të caktuar. Kemi 34 vjetë jetë parlamentare që është... Po jo e të gjithve. Shiko, edhe nga Partia Socialiste, deputetit që kanë qenë, kanë marrë rogën kotë pa folur asnjëherë. Edhe unë po flas dhe po qëndrojmë shumë te kjo. Gjithsesi, kjo nuk absolutizohet dhe unë nuk do parapërqeja që ne atë skepticizmin që natyrshëm e kemi, të mund ta shihnim me paragjykim edhe këtë listë që sapo dha. Unë uroj dhe shpresoj që të jetë një listë që ai mandati historik që Partia Socialiste e ndjen që e ka në këto zgjedhje, të mos shkoj në rrogtar, po të shkoj realisht në njerëz që do i shërbejnë reformave dhe patjetër që pastaj do të jenë edhe një lloj misionari edhe në komunitetet. Shpresoj që të jetë kështu për të gjitha forcat politike, pa diskutim, sepse këtu kemi zgjedhur të jetojmë dhe duam të aspirojmë diku. Ne këtë urojmë dhe këtë shpresojmë dhe këtë shpreson dhe beson dhe qytetari i Vlorës që nesër do shkoj të votoj dhe do bëj zgjedhjen se për këtë do votoj. Kështu që ne gjithmonë atë dëshirojmë, që të bëhet më e mira, që të bëhet e mira për këtë vend. Kemi shumë të rëndësishme të zgjedhje procesin, që deputetët të jenë vërtet të plotfuqishëm të fateve, të qyteteve që ata përfaqësojnë. Sepse jo gjithmonë ka ndodhur kështu. Gjergjit, të shfrytëzojmë rastin për demokratët euroatlantik, të lutem. Atëherë the që pretendon partia për një mandat në Vlorë, në qarkun e Vlorës. Do me thënë, pse jeni të motivuar? Pse je optimist? Ku qëndron baza? Pra, e gjitha është të takimet, të komuniteti, qëfar ju thoni, qëfar ofroni? Qëfar ofroni? Në qershor të vitit 2024, Partia Demokratike, bashkë me zotin Bashët, ka paraqitur programin e vetë. Dhe logua dhe brendi programit ishte Shqipëria meriton më shumë. Pavarësisht se ndryshoj në 11 qershor që është Jevulës, është po i njëjti program ekonomik, po i njëjti program social, po i njëjti program i arsimit, po i një program i rendit që është paraqitur në qershor. Ai është programi i qeverisë i cili do shpaloset edhe në ditë do rikujtohet në pjesën në vijim. Unë kam në administrim pjesën e Vlorës, Himarës dhe Delvinës. Si i drejtues politik ka përmbuluar këto 3 qytete. Dhe pjesët e tjera janë të ndara, pjesë e qytetit pothuajse jemi të shpërndarë. Takimet do bëhen door to door. Derë më derë. Njëri për njëri. Do takojmë çdo kënd dhe do t'i paraqesim programin ton, i cili është një program shumë i mirë ekonomik, i cili është shumë program i mirë social, qoftë edhe shumë i program i mirë për pjesën e arsimit.
është e vetmja mënyrë për thithur vota. Takime pompoze, takime kot, takime fake, takime për të marrë 50 veta këtu t'i gjerojmë atje, t'i qojmë atje, nuk do ketë. Takime do ketë, patjetër që do ketë takime. Si do t'ja mbushësh mendjen atij, të themi, votuesit që të mos votoj as Partinë Socialiste, as Partinë Demokratike, as një parti tjetër, po të votoj partinë tuaj. Po të thashë, është programi i cili do të bëjë të votoj. Se nëse themi një taksë shesh 9% për çdo gjë flet, atëherë nga 15% në 9% ka një diferencë të madhe. Nëse themi që do të heqim 400 lekë çmimit karburantit, nëse themi që pjesën e arsimit, nëse themi që kopshtet do kthehen edhe me ngrënie, nëse themi që shkollat do kthehen edhe me ngrënie, nëse themi që do krijojmë gjandarmerinë kombëtare, nëse themi që do krijojmë gjandarmerinë kundër korrupsionit, janë disa pika të programit të cilat janë shprehur që është 2024. Kryetari i partisë tuaj është Lulzim Basha apo jo? Kryetari i partisë tonë, kryetari i partisë Koalicioni Euroatlantik, për cilin ne kemi hyrë në zgjedhje, është Endri Hasa. Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike, mos i ngatrojmë gjërat. Lulzim Basha është kryetari i Partisë Demokratike, e cila është në gjyq, në gjykatë lartë për pjesën e Vulës. Unë thash se thatë Euroatlantike, Demokratike, po tani është Berisha, kryetari i Partisë Demokratike. Prapë do t'i kthehemi. Po pse mos t'i kthehemi? Vulës ose jo? Okej. Po në qoftë 2 javë para zgjedhjeve gjykatë e lartë e kthen Vulën përsëri ku ishte. Çfarë do bëhet në zgjedhje? Deputetët e Berishës i kanë marrë Ministrin Basha. Kështu i bie, ligjërisht. A flasim për ligjërisht? E megjithatë, sido që të zgjidhet. Ramës i intereson Berisha. E megjithatë, sot. Zonjë, Ramës i intereson Jo, Berisha. Në qoftë se nuk e shikoni, janë në dill të hapur, janë në dill të pastër, sepse i intereson Berisha. Berisha nuk kërkon. Berisha kërkon një burrënker, me deputetët e tij nuk kërkon pushtet. Në kushtet që jemi, Berisha nuk kërkon pushtet. Në qoftë se Berisha do kërkonte pushtet, do ta bashkonte opozitën, do bënte një step back, do ikte mbrapa, do bashkoi opozita, do ta merrte kushdo që të ishte lideri i opozitës dhe ja u garantoj unë që Rama dorëzoi brenda 6 muaj. Në fakt Rama po të merrej me Berishën nuk do bënte këtë revolucion të listave. Kështu që është tjetër strategji ajo që përdor. Jo, unë kisha një pyetje kur nuk e dëgjova, Rama është në listë zoti Stefa apo nuk ka dalë? Nuk e ndoqëm. Unë kisha këtë pyetje që unë kam vetëm Merakun mos i ka thënë mos rri në listë se kemi surpriza në Amerika, megjithatë të shohim rrugës do t'i shikojmë. Surpriza që të sjell kryetari i Partisë Socialiste. Surpriza me rastin me Gonigal sepse, më fal. Surpriza me rastin me çështjen me Gonigal sepse në asnjë përveç pjesëve ruse, në asnjë dosje nuk ka dalë ndonjë kryeminist në detyrë, se zotit Rama. Rama është udhëheq listën e Partisë Demokratike në Tiranë. Partisë Socialiste. Po, Partisë Socialiste në Tiranë. Faktikisht mirë kthe çave. Partisë Demokratike e fikste. Nëse. Mirë. Jo, kjo është e brendshme vokacionit të ardhmit. Siç duket ka reflektuar Rama, sepse 2 ditë më parë u shpreh që nuk e kanë vendosur akoma edhe e mira është dhe mund të mos jenë, strategji për publikun, për të matur pulsin e TikTok thua ti. E njerëzve. E mbylli TikTokun, s'ka TikTok. Gjergjenika, doja të pyesja, ku është Lulzim Basha? Duket sikur është shumë i tërhequr. Çfarë ndodh që ai nuk del të përballet me publikun, me duke anuncuar veprimtarinë tuaj të partisë tuaj? Basha që nga janari deri për para 10 ditësh ka qenë në takime ndërkombëtare, të cilat janë bërë zyrtare, gjithmonë duke pasur parasysh dhe ka dhe disa detyra të tjera. Ja u garantojnë që zoti Basha pas daljes së listave ditën e sotme do jetë shumë aktiv, qoftë edhe në fushatën. Ka ngritur një strategji dhe ka një kompani PR-i e cila është e njëjta që ka qenë 2017, 2021 dhe gjitha. Ka firmosur një kontratë në Amerikë, një kontratë lobimi, me një kompani e cila ka qenë përsëri e Partisë Demokratike. Të gjithë me Amerikën. Kontrata patjetër. Të gjithë me Amerikën. Kontrata është pro bono në Amerikë do të thotë pa kosto që bëhet kontrata, kështu që ja u garantoj që sot ose që nesër në vazhdim do shikoni me të vërtetë që do ketë një fushat shumë qytetare për të shprehur qytetarit me të vërtetë që ta kuptojë atë që duhet. Vetë Basha do jetë në listën e Basha është në listën e Tiranës, në listë të hapur. Të kandidatëve. Të gjitha listat tona janë të hapura. Edhe në listën e Tiranës dhe listën e Durrësit, të gjitha do janë të hapura, siç është vepruar me Vlorën me listën e mbyllur, ashtu do veprohet me çdo çfarë. Si thoshte Noli që nesër mbush 60 vjet që ka vdekur. Mbau nën mos ki frikë,
Se ke djemt në Amerikë. Po, Amerika si gjithmonë, sidomos tani me Trumpit, me filozofinë e re të Trumpit, se çfarë po më ndodh sot. Për ta mbyllur takimin e sotëm, themi diçka për partitë e vogla që janë bërë koalicione, por edhe janë pa koalicione. Për shembull, Arlind Qori është vetëm. Çfarë presim në këto zgjedhje? Unë Arlind Qorin e shikoj vetëm në Tiranë me 2 mandate. Në asnjë qytet tjetër nuk e ka peshën për të tërhequr mandatin. Në Tiranë po. Në Tiranë vetëm. Në Tiranë po e shikoj me 1 deri në 2 mandate Arlind Qorin. Prandaj dhe ai e ka vendosur kjo duke marrë parasysh votat që ai ka marrë në 2023 vota për bashkinë. Për bashkinë. Për bashkinë dhe votat që ai ka marrë për bashkinë, por ti përkthejmë me mandate, prandaj dhe ai në listë ka vënë emrin e dytit. Për pjesën e Arlind Qorit. Edhe partitë e tjera unë nuk e shikoj. Adriatik Lapaj, Endri Shabani. Nuk e shikoj të marrin, të vetmi këto partitë të vetmet mandate që mund të marrin mund të jetë vetëm Tirana. Sa aty është popullsia më e madhe, aty mund ta prodhojnë mandate. Dhe këta do të fitojnë atje. Domethënë do të marrin mandate. Unë shikoj që mund ta marrin një mandat. Partitë. Enkeleda Libeaj, Dasha Mirshay. Në Tiranë, ndoshta se atje ka. Enkeleda Libeaj. Jo. Pse? Nuk arrin. Me Dasha Mirshay? Nuk e di ku ka dalë zoti Alibej, nëse zoti Alibej ka dalë në Fier, edhe mund ta prodhoj mandatin, po zoti Shehi në Tiranë nuk e prodhon dot mandatin sepse dihet sa vota ka zoti Shehi dhe mandati i Tiranës mos gabohet është 15.000 dhe 17.000 vota, mos gabosh, nuk e di. Varet nga ata, kështu që nuk i shikoj të marrin mandat. Po. Do ketë surpriza, do ketë lista, do ketë votime, do ketë surpriza, do jetë, shiko, këto zgjedhje do jenë zgjedhjet më interesante në 34 vite. Po mundësia Agron Shehaj. Se ka ndryshuar konfigurimi politik. Ka ndryshuar, po nuk kuptohet, njerëzit janë, nuk ka njerëz, nuk ka votuesa që duhet. Po. Prandaj ka vajtur te ne tani themi atë që është, po shikoni censusin tani, më vjen keq. Po të marrim censusin në rrugë informale, ne dim sa ka qyteti, se ne këtu jetojmë tani. Qyteti në orën 2 nuk ka më njerëz. Tani unë gjithsesi të mos e marrim edhe votën e diasporës si të parëndësishme, se nuk pritej në hapjen e një procesi që ndodh për herë të parë, mendoj që mund të arrinte në një shifër jo më shumë se sa 100.000. Ndërkohë kemi kaluar 200.000, kështu që besoj që do prodhoj. Shiko, vote diasporës do prodhoj mandat, por vote diasporës është e kapur nga patronazhistët tuaj. Vote diasporës, unë po ta them sot rezultati, 70 me 30. 70% e keni ju votë në diasporë, 30 e ka opozita, sepse është e kapur. Keni ecur më përpara, keni infrastrukturën, keni ambasadorët, keni ikur, keni dalë, keni mjetet, keni çdo gjë, nuk e diskutojnë votën e diasporës. Shiko Vilma, shiko kush është problemi. Të paktën unë dhe ju në politikë kemi 20 vjet. Po. Qoftë unë kam aktiv mund të kem që nga 2018 për arsye unë kam qenë në 97-ën, por duke qenë që kam qenë në institucione financiare, nuk kam dalë politikisht, por kam qenë brenda strukturave. Ne na dhëm qyteti. Patjetër. Dhe qyteti neve patjetër. Dhe neve qytetin po e shikojmë, mua qytetin dhëm nga 2010-a, nga 2015, nga 2018, po nuk është më i njëjti qytet, nuk është më i njëjti qytet. Dhe mua më po dhe fizikisht qyteti nuk është patjetër. Dhe unë dhe juve mërzitemi kur shikojmë padrejtësira, pavarësisht se nuk i shprehim. Qoftë padrejtësira politike, qoftë padrejtësira tjera. Prandaj, kjo është një nga arsyet që unë edhe na njëherë më them, më kalon nervi në Këshill Bashkiak që them një gjë më shumë se ç'duhet. Pse? E di sa pak duhet i bësh gjëra të mira. Duhet shumë pak. Shumë pak. Të reagosh për probleme të përditshme si qytetar është patjetër. Të veshur edhe në një mandat politik ju si këshilltar, patjetër se cili ka gjithë të drejtën e vet. Por ama të mos harrojmë nga krau tjetër se mua më kujtohet para se të filloja mandatin e deputetit në 2017, atë që më ndodhi përgjatë mandatit. Dhe mua vet nuk e kam parë qytetin të njëjtë. Dhe kjo lidhet me anën fizike të qytetit. Është tjetër gjë kjo që thatë, po ama nëse ne flasim për një Vlorë që nuk është më e njëjta me atë që ka qenë, flasim se ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Gjërë që e kishte populatat e Rudja. Rudja e po të mos harrojmë që mua më shqetëson më shumë ana sociale se sa betoni dhe rrugët e palmat. Jo, betoni dhe rrugët e palmat të sjellin një zhvillim dhe unë po them që nëse kjo prodhon një zhvillim ekonomik, patjetër që kjo sjell njerëzit. U mbyll qyteti. Zhvillimi u bë, gjërat u bën, nuk kemi ç'a bëj tjetër. Ç'a do bëjmë? Atë duhet të implementojmë programe sociale. Ti ke njerëz të varfër, duhet të implementojmë programe të tjera.
Po nuk ka gjesh ekonomistë dhe e kupton shumë mirë nuk ka fuqizim ekonomie, nuk ka fuqizim ekonomie në qoftë se shportën e produkteve Italia ka 4% taksën dhe në Shqipëri vin 42% taksa. E dini sa e ka Italia shportën e produkteve? 4%. Do më thënë, qumshi, kosi, orizi, mjelli, të gjitha janë 4%. Në Shqipëri, 20% të vëshë, 10% aksiz, 10% taksa që nuk ka euro njësh, tapash italian. Po e kanë produktet e tjera. Ke transportin, ke të tjera, 22%, një bidon qumësh po ta blesh në Itali, një kile mjell ta blesh në Itali, do 25% deri sa të vi në market, ose në një dyqan. 22% kosto, vendosi dhe 15% që do të mbash ti që ke kostot e tjera, Italia ka 4%. Këto janë politika sociale. Sepse duke ullur këto kosto, ti vetet e konsumatori 20% produkti më pak dhe një konsumator, kur argjon 10.000 lekë të reja për të bërë pazar, do argjoj 80. Po 4 herë nga 20 bëjnë 80.000 lekë, është një pazar shtesë. Si të nafta, si të gjërat. Këto janë ato gjërat e vogla sociale. Kanë dalë, dhe problemet sociale kanë dalë më në pa. Të themi atë që është, neve konsumojmë një familje shqiptare, njësoj si një familje italiane, ne nuk e dim si ja dalim. Ne qofshim ne si jemi. Se po të shikosh pagat në Greqi, po të shikosh pagat në Itali, pagat këtu janë rritur të vitin e fundit, por po flasim është rritur shteti, po efekti social dhe gjërat janë, ka momente duhet një politik më... Erdi nga e majta dhe erdi për shtresa sociale. Gjitha të fuqizimi ekonomis, unë e besoj këtë gjë, edhe pse nuk jam ekonomist, po e kuptoj shumë mirë që fuqizimi i një ekonomie prodhon politika më të mira sociale. Se ne e kuptojmë shumë mirë se nëse ka filluar, nëse ka një vëmendje të shtuar, për shembull, për pensionistët, dhe cila është një nga meraqet më të mëdha të një qeverie të majtë. Kjo është e padiskutueshme. Nëse ka politika të tjera, të cilat janë në ndihmë të shtresave të caktuara, nëse rrit ndihmën ekonomike, nëse ndihmon që ata të ndihmës ekonomike të punësohen, pra këto janë gjitha politika sociale janë. Kjo është politika, dëgjoj. Kjo është politika sociale, që një ndihmë sociale që ti ja jep një familje jep 3.500 lekë. Ke 12 vjeç që jep 3.500 lekë. Po çfarë jep? Po ama ti do të nxjerrësh që të rrisësh vlerën sepse është rritur, nuk është më 3.500 lekë. Dhe vlera është rritur. Këto janë mirë. 3.500 lekë në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak ne kalojmë 3.500 lekë ndihmë apo 3.000 lekë. Kështu që këto janë pjesa sociale. Tani, ideja është këtu. Nuk është problemi për është rritur ekonomia apo bën bum ekonomia. Okej, ekonomia, vdekja e ekonomisë është leku i pist. Vdekja e ekonomisë është leku i pist. Nuk mund të themi është rritur ekonomia kur para një muaj kryeministri la një borxh, hodhi një eurobond 500 milion euro, e hodhi mori një borxh 500 milion euro me 4.8% dhe mbylli një borxh me 3.5%. Na kushton më shumë. Na doli Banka e Shqipërisë dhe dolëm thanë që na ka rënë niveli i borxhit neve. Patjetër ka rënë niveli i borxhit se në 1 janar të 2024 euron e ke pas 112 lekë. Dhe e ke thyer me 98 lekë. Kështu që bie. Se këto janë minuse. Domethënë, shërbimi social, efektet sociale i kemi në minorancë dhe paradoksi ishte u rritën rrogat e deputetëve gjërë. Më thënë, ne i bëjmë dhe këto kontrastet që kalojmë në paradokse pastaj. Ose ishte kontrast, kur pensionet... Vende rrogat e bashkisë. Mos ikni të rrogat e deputetëve. Gjithë rrogat që u rritën të bashkisë në shtator, u rritën 84%, 87%, 71%. U rritën edhe prej performancës së bashkisë. Performancën e kam parë, performancën e bashkisë unë e kam parë se... Po s'kasit, më dëgjoni pak, ju lutem. Vetëm këtu tani mos më shkelni më mirë talimin të pjesa asaj. Nuk janë rritur të ardhurat. Bashkia për vitin 2024 ka realizuar 75% të planit. I kemi në Këshillin Bashkiak të Gjergjitani. Bashkia Vlorë mbledh 14 milion euro të ardhura dhe argjon 18 milion euro rroga që ju ta dini. Shteti jep lek bashkisë për të mbuluar shpenzimet e veta. Ideja është këtu që nuk e kisha ajo pjesë. Shumë mirë le të rritet rroga. Unë jam partizan i rritjes pagave. Edhe ku kam punuar, unë pagat i kam rritur për këdo. Pse? Një njeri që i vin punon dhe nuk mbulon dot shpenzimet. Përballuar jetesën është e pam. Unë jam partizan, por mua më vin gjyna që mos rriten pensionet.
Pensioni minimal ka ngel po i njëjti, 2%, 3% to kur ti Gjithsesi rrit. ka pasur duhet përpjekje parë. jo. Unë e di që skema Jo të pavënare që kanë qenë 2 Dgjoj, bonuset. unë e di që skema, ato janë kot, ato janë politike, janë skema e pensioneve, skema hyn në xhepin e pensionistëve. Skema e pensioneve, po hynin në xhepin e pensionistëve, më mirë të rrisnin pensioni 4% dhe Duhet vëmendje, duhet vëmendje. Është duke u parë kjo gjë, duke u bërë një skem e shumë mirë menduar, sepse patjetër është ajo që unë thash, është një nga pikat më jo thjesht më që nuk është zgjidhur, po themi, në dëshirën jo thjesht të pensionistëve, se patjetër që ata janë përfituesit e drejt për drejt. Po cila është ajo qeveri, çdo lloj qeverie që nuk do të kënaqë interesat dhe të elektoratit vetë dhe të njerëzve të vetë, për më tepër akoma të pensionistëve. Se zërave të pensionistëve ju shtua dhe zëri Berishës, i partisë Berishës, që filloi dhe ka folur shumë dhe ka prekur çështjen e pensioneve. Dhe ky them që ndoshta është dhe motiv për parlamentin e ardhshëm, për qeverinë e zotit Rama, apo për qeverinë e Berishës, kush do t'i fitoj zgjedhjet që ta shohin çështjen. E mbyllim ne këtu me çështjen e fundit. Gjergji, kam përpara këtu 17 emërtime partish, që janë parti që nuk e dim do dalin me lista kandidatësh apo jo. Po qa po themi? Kjo është Shqipëri ka që vogël, kjo është Shqipëri e rudhur, shkon me dhjetra dhe qindra parti. Ku po shkoj? Bëjmë partit? Ka dy momente. Unë jam, në kushtet që jemi sot, jam partizan i listat hapur. Në kushtet që jemi sot. Në kushtet të tjera, unë jam partizan i sistemi magjoritar. Sistemi magjoritar është më fair, si në 2005. 2 njerëz si që është Amerikë. 2 njerëz përballë njëri tjetrit në rajonin 5. 2 njerëz përballë njëri tjetrit në rajonin 3, në rajonin 2. Kjo është më fair. Sepse çfarë u thash? Ajo që u thash unë që tani filloi Big Brotheri për këtë arsye u thash, jo se do bëjmë tani Big Brother, do ta mos ta marrim në atë nivel, se nuk është mas Big Brother, po. Kjo thash që do jenë 110 parti, 12 parti, do dorëzojmë nga 12 kandidatë, janë 150 persona. Në 150 persona do vinë vërdall ta garantojnë 12 do vinë të kërkojnë ty votën. Do hallakatesh. Çfarë do bëjnë? Do lëshojnë terren. Dhe do jetë një hallakati, do jetë një Big Brother, do jetë një çmenduri. Lere pastaj ajo fletë votimi që do jetë 1/2 me 1/2. Do t'i thuash tjetrit, do t'i thuash tjetrit ku je ti? Unë jam 14 vertikal dhe 34 horizontal. Edhe hajde të gjej tjetri ku je. Kështu që kjo është një kaos total, kështu që Stefan, jemi në mbyllje, kemi lajme të reja? Jo, asnjë nga listat? Thjesht situata sot do bashkohem me zotin Ika Qithani, do të shikojmë një estradë gjatë gjithë kësaj kohe, sepse faktikisht në këto 34... Unë do mundohem të jem pjesë jashtë estradës, do mundohem të qëndroj jashtë, kështu që s'do bëhem pjesë Kujdese mos të tërheqi. Jo, në estradë. Garantoj që jo. Në këto 34 vjet, përfshi edhe vitin 86, me Ramiz Alin atëherë, për sa po kishte vdekur Enver Hoxha, pra në këto 38 vjet, ne jemi në të njëjtën situatë që shefi zgjedh, emëron, vendos, shkarkon, jemi në të njëjtën situatë, s'ka ndryshuar gjë. Fatkeqësisht, një pjesë shumë e madhe e atyre që do të emërohen, mund të përfundojnë pas pakut. Përpara apo pas zgjedhjeve të 11 majit. Dhe atëherë do të ngrihen përsëri shefat e partive, do të thonë që shikoni me kë kam punuar unë, që të justifikohen. Nuk e di se si do të bëhet kjo situatë. Ju e përmendet aty 17 parti, përmendet koalicionet që ka në këtë radhë. Unë do të preferoja që të kishim një pluralizëm të partive në parlamentin e ardhshëm. Pse? Sepse duhet që të ketë edhe një opozitë ndryshe nga opozitë e bunkerizuar. Jenë efektive. Një opozitë e cila jenë parti efektive. Një opozitë e cila parti të shkruar në letra. E cilë qeveria parti fantazma. Që do të dalë të shikoj veten dhe të korrigjohet. Një opozitë e cila mos të bëhet pjesë në mënyrë të fshehtë e qeverisjes. Një opozitë e cila mos të shahet ditën dhe të puthet natën. Një opozitë e cila qeverisë t'i tregoj dhëmbët në mënyrë demokratike dhe në një mënyrë që të jetë me qytetarët dhe për qytetarët. Dhe unë do doja të ta mbyllja këtu me një shprehje të kryeministit grek, i cili e tha në vitin 1996. Këtë unë qelloj që isha në Greqinë atë kohë, tha që tani Greqinë e bëm.
Hajdeni që të bëjmë grekët. Kjo është e Shumë e vështira. vështirë. Po njeriu është Shumë e mentaliteti, vështirë. infrastruktura bëhet, njeriu mentaliteti. Unë ju falenderoj për të gjitha mesazhet që përcolli opinionisti, për gjithçka thanë dy të ftuarit, Vilma Bello, faleminderit shumë, Gjergjinika, faleminderit shumë. Ne do rishihemi përsëri në edicionet e ardhshme, sepse sapo ka filluar, do filloj fushata Gjergji dhe jo ajo që the ti. Të nderuar shikues, ishim bashkë të zgjedhje 2025 sot me Gjergjinikën, me Vilma Bellon dhe me kolegun tim Ardi Stefa. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.